Shterimi i kirit ka nxjerrë në dritë dëmin e shkaktuar nga gërryrjet e lumit në bazamentet e kolonave të urës së bardheve. Siç tregojnë edhe filmimet e paraditës të së shtunës, të paktën kolonet e para nga ana e bardheve janë shkëputur nga bazamentet për shkak të gërryrjeve të shkaktuara nga përmbytjet e kirit. Aq sa rrezikohet edhe shembja e tyre. Natyrisht, specialistët janë ata që përcaktojnë rrezikshmërinë në raste të tilla, por kjo situatë ka arritur në një pikë ku rreziku kuptohet lehtësisht edhe nga njerëzit e thjeshtë. Shqetësimi për gjendjen e urës së bardheve është trajtuar disa herë më parë nga mediat, ndërkohë që autoriteti rrugor dhe pushteti vendor deri tani nuk kanë reaguar. Për të qenë të saktë, vitin e kaluar është kryer një inspektim i gjendjes së saj nga prefektja e qarkut të Shkodrës, Majlinda Angoni, por ende nuk ka një reagim për mënyrën se si do të veprohet përballë kësaj situate, përkeqësimi i së cilës është më së i dukshëm dhe po rëndohet dita ditës. Shembja e kësaj ure jo vetëm që mund të shkaktojë ngjarje tragjike, pasi ajo qarkullohet pa ndërprerje gjatë 24 orëve, por edhe do t'i detyrojë mijëra banor të bardheve që për t'u lidhur me qytetin e Shkodrës të udhëtojnë nga ura mesit, rreth 15 kilometra vajtje-ardhje, kur sot përshkojnë jo më shumë se 2 kilometra. Në gjendjen e krijuar me vërshimin e prurjeve ujore të kirit gjatë dimrit, nuk ka siguri që kolonat e kësaj ure do të mund të rezistojnë. Prandaj, nëse nuk ndërhyhet sa më parë, nuk duhet të çuditemi nëse ura do të shembet gjatë dimrit.